Ato zakonisht vjen në mes të rendeve, kudo ku keni në plantacion koncentrim pak më të madh të insekteve. Po ashtu kushtet e kundërta mundin me qenë ku paraprakisht ju përdorni insekticide parandaluese, gjatë që këto insekticide ndryshe janë edhe të tjerën të kontaktit, që i mveshën degëzave, i mveshën fazës para të lulëzimit, i mveshën edhe pjesës të gjetheve, edhe kështu që ato e parandalojnë që me kontaktu insektin me bimën. Sa po e ndëgjon aromën e insekticidit, largohet edhe kështu është një prej formave që ju mundi me i largu insektet prej plantacioneve të juja. Mirë, për informacione më të hollësishme, zakonisht ju doni me pa se në çfarë faze i kemi insektet, a kanë një fazë të madhe të shumimit të tyre, sepse nëse janë në sasi të vogla, atëherë nuk keni nevojë me shpenzu për insekticide. Mirë, po nëse janë në sasi të mëdha, ato dinë me shkaktu dëme të mëdha dhe kështu ju doni me u konsultu me dikën prej agronomëve më të afërt që jeni në plantacionet e juja. Jemi afër përfundimit të mesditës, është gati ora 5 edhe bletët zakonisht janë duke u largu që në këtë fazë kemi gati shumë të shpeshta, me thonë, sepse janë duke bë fazën e polenizimit të këtyre luleve. Këto lule janë të kulturës së kumbullës, edhe me thonë që bletët nuk janë të vetmet insektet të cilat i kemi zakonisht në plantacione.